Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më interesante që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Pas përfundimit në suite, ku Gjesti dhe Egli kaluan momentet shumë të bukura, Egli gjatë natës u shtri në krevat me Danjën dhe po diskutonte për momentin që ka ndodhur. Në një moment në suite, vllau i madh i mbylli dritat dhe Egli, duke pëshpëritur, po tregonte këtë gjën. I tha Danjës që në momentin që u mbyllën dritat, Gjesti më tha, hajde afrohu të puth. Unë vetëm u shtanga, do me thënë Gjesti e ka puthur, sepse Gjesti ishte në këmbë në momentin kur u dhozën dritat edhe po shkonte te karigja e tij. Dhe Egli tha që Gjesti më kërkoi që vetëm të ri bukur, vetëm të kaloj mirë dhe mos të sillem keq derisa jemi këtu brenda. Egli ishte shumë e lumtur, ishte shumë e gëzuar dhe ishte shumë e kënaqur që Gjesti po i kthehej dhe Gjesti po e bënte atë të ndjehej superiore. Ndërsa Danja i tha si mundet, tha, kaq ordiner, tha, të jenë, tha, të gjithë meshkujt. Egli tha, unë i thoja për të disatën herë aty në dhomë që ti e budalla, ti e i çmendur, po tha i nuk e kuptonte. Do me thënë, Eglit i pëlqen mënyra se si e bën dashurin me Gjestin, i pëlqen që Gjesti shkon nga mbrapa, që Gjesti po e përkëdhel në kuptimin e mirë të fjalës. Unë isha duke ndjekur live këtë momentin dhe për disa sekonda, dritat në dhomën e suitës u mbyllën dhe të hapur ishin vetëm mikrofonët. Në atë moment Gjesti çohet në këmbë dhe i thot Eglit hajde të puth. Dhe pastaj, pasi u dhozën dritat, Gjesti ishte te karigja e Eglit në këmbë, që kjo nënkupton që puthja mes Gjestit edhe mes Eglit ka ndodhur. Por Egli nuk ja pranoi Danjës që puthja ka ndodhur, por gjithsesi, do me thënë, i dha këto emocionet, ndjesitë, dashurinë e parë ndaj njëri tjetrit. Unë shpresoj që Gjesti dhe Egli të rikthehen sërish së bashku. Egli e kishte shijuar pafund këtë pjesën, ishte shumë e lumtur mbrëm në krevat dhe po e shijonte pafund bisedën me Danjën, po flisnin si ato shoqet në shkollën e mesme kur ndajnë ndjesitë e para. Egli është shumë e dashuruar, ajo tashmë ndjet shumë krenare që Gjesti po vepron për të dhe ka vëmendjen tek ajo. Qëllimi i Eglit ka qenë gjithmonë të përfitojë vëmendjen e Gjestit dhe, do me thënë, kemi marrë sinjale vetë nga Egli e cila e ka treguar që Gjesti ja ka kërkuar puthjen, sepse këtë gjë e dëgjuam dhe ne në live, por thjesht nuk e kishim imazhin, sepse dritat u mbyllën dhe kamerat ishin gjithazi. Do me thënë Gjesti dhe Egli mbrëm në suite janë puthur dhe Egli e kishte shijuar pafund këtë momentin dhe e kishte jetuar pafund këtë momentin. Ajo i dha shumë rëndësi pjesës së suitës, u rregullua, u bë shumë e bukur, u shndrua shumë tërheqëse, vetëm e vetëm të merr vëmendjen e Gjestit. Si e komentoni ju këtë diskutim apo këtë bisedë në fakt që Egli ka bërë në përshpërim me Danjën, por dihet që mikrofonët kapin gjithçka.